Nuk e pash që mund të zhvilloj jeta ime në Austri. Jeta ime mund të zhvilloj këtu te vendi im. U bashkova bashkë me këtë vllajin tim, krijuam një fabrikë vaj. Nxjerrë një produkt nga më cilësorët në treg. Të jetë pak i hidhur të ketë shijen e ullirit origjinal, të ketë edhe ngjyrë jeshile. Këtu jemi në Konjuspol. Jemi dy vëllezër, Arben dhe Shkëlqim Goxha. Këtë biznes të fabrikës vajit e kemi filluar që në vitin 1993. Për më fillimisht ishim 3 veta, 3 ortak, se mundësitë financiare ishin shumë të vogla. U mblodhëm 3, duke marrë edhe një sasi lekësh nga motra ndihmë, edhe filluam punën. Të 3 bashkë punuam deri në vitin 1998. Pastaj u ndam ne të 2 bashkë, edhe ai ortaku tjetër krijoi fabrikë më vete. Kështu i kishim kushtet që ku filluam. Jo se patëm mosmarrveshje edhe kështu, ishim me konsensus. Sa të kapeshim pak edhe të fillonim. Pa, në vazhdim, më shumë kemi investuar fuqishëm te fabrika e vajit, e kemi biznesin më të mirë. Kemi edhe biznese tjera. Kemi patur një stan, jemi marrë me bujqësi, me jonxh, me misër, kemi mandarina, kemi ullinj, po biznes kryesor kemi të fabrikën. Unë kam emigruar në Austri në vitin 1990. Kam qenë te kjo zonë dër emigrantët e parë që kam ecur më larg se Greqia, se ne duke patur kufirin këtu me Greqinë, jemi direkt 1 kilometër është Greqia. Të gjithë bashkëtarët e mi shkuan në Greqi, unë shkova në Austri. Edhe atje nuk e pash që mund të zhvilloj jeta ime. Jeta ime mund të zhvilloj këtu te vendi im. Vendi im ka potenciale të mëdha. Edhe u bashkova bashkë me këtë vllajin tim, të 2 bashkë krijuam një fabrikë vaj. Fillimisht jo kaq moderne sa kjo fabrikë që shikoni ju sot, po çdo vit duke investuar, duke parë që ky biznes kishte potenciale të mëdha për zonën tonë ku operojmë, se këto plantacione janë të gjitha me ullinj. Edhe vendosëm që ta shtojmë akoma fuqinë tonë ekonomike, duke investuar, duke marrë dhe kredit dhe duke investuar në makineri të reja. Sot to makineri që shikoni ju këtu janë disa nga makineritë e fjalës fundit. Duke bërë një presim të vajit në kushte shumë të mira dhe duke nxjerrë një kualitet vaj ekstra të virgjër me kualitet shumë të lartë. Jo çdo fshatar ka mundësi që të blejë një fabrikë vaj. Te kjo zonë ku jemi vetëm ne kemi një fabrikë vaj, se zona jonë nuk ka dhe shumë ullinj. Është zonë që më shumë po investohet drejt mandarinës dhe portokallit, dhe pak fshatar po investojnë te ullinj. Ne këtu kemi rreth 300 fshatar që bashkëpunojmë dhe presojnë vajin e tyre te fabrika jonë. Kualiteti i ullirit është shumë i lartë, duke qenë ullinj nëpër male dhe janë, siç e shikoni, të gjitha këto janë organike, janë pas përkatje dhe pa kimikate. Dhe kualiteti i vajit është shumë i lartë, duke patur dhe detin afër që na sjell jod të madh. Kryesisht ne vajin e shesim këtu te ferma jon, kemi tankerat tanë dhe ne kemi pat një bum si ky vit ka qenë me një bum turistësh, duke qenë se unë flas gjermanisht dhe çuni im flet anglisht, ne flasim të dy rrjedhshëm dhe këta turistë na vizitojnë dhe blejnë vajin tonë organik këtu te ferma jonë. Në fshatin tonë, pak janë larguar që mos kthehen përfundimisht. Pjesa më e madhe jetojnë këtu, krijojnë familje, edhe jetojnë me ka mundësi jetese. Vetëm me mandarina, me ullinj, edhe diçka puna të tjera që mund të bëj fshatari. Është e mundshme jetesa me kaq gjëra. Prandaj kanë ikur kaq pak familje nga fshati. Zona jonë është me potenciale të mëdha turistike. Ne duke patur doganën tu afër, veç 1 kilometër është dogana. Dhe jemi drejt për drejt pikë kalimi. Dhe bukuritë këtu tek ne janë bukuri prallore, i ka bekuar Zoti. Dhe ne jemi duke investuar këtu tek ky vend, jo vetëm te fabrika e vajit. Për momentin jemi duke ndërtuar një hotel, një restoran dhe një hotel, dhe po ecim drejt turizmit, se turizmi ka potenciale të mëdha këtu tek ne. Këta turistat që vinë këtu kryesisht nuk janë shumë të informuar për Shqipërinë. Edhe presin diçka ndryshe kur vinë këtu dhe shikojnë një jetë që është jetë e larmishme, jetë e kënaqshme. Dhe këto prodhimet tona, ushqimet tona janë të gjitha bio,
mahniten me bukurinë e vendit dhe me ne njerëzit që komunikojmë edhe kënaqem me ne. Përpunimi i ullirit fillon në fillim të tetorit, deri në 15 janar. Periudha më e mirë është, vaj më i mirë është në fillim. Fillim tetorit është pjekja teknike e ullirit, deri në fund të nëndorit. Pastaj fabrika vazhdon akoma punë, po del një vaj një cilësie tjetër, pak më të dobët. Për të nxjerrë një vaj cilësor në fabrikë janë 3 gjëra. Duhet ulliri shumë cilësor, njeriu që punon, që përpunon ullirin, të jetë shumë i aftë për një përpunim të mirë, dhe duhet edhe makineria. Është shumë çelës. Me makineritë e Flot Vegut kemi 27 vjet që punojmë. Jemi shumë të kënaqur. Nxjerrë një produkt nga më cilësorët në treg. Janë makineri shumë të mira. Fillimisht duhet të djegi pak, me ta shijuar dhe djegi pak. Të jetë pak i hidhur të ketë shijen e ullirit origjinal, të ketë edhe ngjyrë jeshile. Këto janë 3 më kryesore që mund ta shikosh. Unë para disa vjetësh kisha emigruar në Austri në vitet 90. Edhe atje po punoja, po ndërtoja jetën e një austriaku, nuk po ndërtoja jetën time. Jo se atje kushtet nuk ishin të mira, kushtet ishin shumë të mira, po mendova që ta bëj jetën time të vendi im, të zhvilloj vendin tim, të bëj diçka për fëmijët e mi, të bëj diçka për këtë vend, që do mbetet tek ky vend, jo të mbetet atje ku isha unë në emigrim. Ne këtu kemi investuar gjithë potencialin e jetës tonë, gjithë jetën tonë këtu tek ky vend, si gjyshrit tanë, edhe gjyshrit tanë nuk deshën të bëjnë emigrimin, investuan jetën e tyre këtu. Dhe fëmijëve të mi u them që investoni jetën tuaj këtu. Ne këto gjëra që po i ndërtojmë për fëmijët tanë, po janë dhe pasuri kombëtare për këtë vend këtu. Të fabrikë që unë e kam ndërtuar këtu, është fabrikë e tërë Krahinës, nuk është vetëm fabrika jonë. I hinë në ndihmë të tërë fermerëve. Unë quhem Arben Goxha, lindur dhe banuar në Konispol. Kurse unë quhem Shkëlqim Goxha, lindur dhe banues në Konispol. Ne jemi fëmijët e Benjamin Goxha dhe të dy si vëllezër kemi ndërtuar të biznes këtu. Jemi bashkëortak.